A ka diçka që s'din me bosh shqiptar? Mjaftu shumë ju kam tregu për brendet ndërkombëtare, e sot po flasim veç për brendet shqiptare. House of Emra, brand që kryesisht fokusohet në veshjet të përditshme, mirë po me një cool twist. Kreativiteti i brendit edhe reprezentimi i kulturës urbane shqiptare është very nicely done. Lirika Matoshi, dizajnere e bazuar në New York City, e njohur për krijimet e saj romantike me një magical vibe. The Strawberry Dress ishte fustani që buni mas shumë t'i buj. E pre atëherë dizajnet e saj janë pa në për yje si Harry Styles, Madison Beer edhe Nara Smith. Ka unë, një brand nga Kosova që e ka rrëmbys skenën me një qasje bashkohore, elegante edhe të përqëndrume në pasqyrimin e estetikës të thellë, me linja të pastra edhe kombinime unike të ngjyrave. Fight or Flight, dizajne me një shpirt rebel edhe artistik. Estetike veçantë me një frymë very underground që e sfidon rutinën edhe sjell diçka që nuk e sheh çdo ditë. Ethnic Shala, stili i tij e ka një përplasje mes të kalumës edhe të ardhmës. Silueta të guximshme, forma që sfidojnë trupin klasik, edhe një energji avantgard që del nga çdo çepje. E për fond është Valdrin Sahiti, e për këto as besoj që mëna me thonë diçka që nuk e dini. Veç po e rikujtojmë që Queen Bee është fashur me një VS dress, e që është moment që nuk harroni. E jo, kallëzoni në komente, a menoni që shqiptarët e bojnë mas mirë? E për ma shumë video si kjo, subscribe në Radio Urban FM 103.5 në YouTube.